Grupi parlamentar i LSDM-s do të paraqesë ligj për lirimin nga kontributet dhe rritjet e pagave. Sipas deputetes së LSDM-s Sanja Lukarevska, me këtë propozim ligj kërkojnë rritje të pagave për 15.000 denar për 400.000 të punësuar. Grupi parlamentar i LSDM-s propozon zgjidhje ligjore me të cilën do të ndihmojë edhe të punësuarve edhe kompanive dhe do të sigurojë të ardhura shtesë në buxhet. Me këtë ligj, të cilin LSDM do ta dorëzojë në kuvent, punëdhënësit në sektorin privat do të mund të rrisin pagat e të punësuarve të tyre, prej 3.000 deri në 15.000 denar, pa u dashur të paguajnë kontribute për këtë pjesë. Sipas deputetes Lukarevska, nëse rritja mesatare e pagës bëhet për 7.500 denar për 400.000 të punësuar, atëherë shton ajo kjo rritje e pagave në nivel nacional do të ishte 585 milion euro. Cilat kompani për cilët të punësuar mund të përfitojnë nga ky ligj? Për të punësuarit për të cilët kompania paguan neto 65.380 denar, këta të punësuar janë rreth 400.000, të cilët do të mund të fitojnë të ardhura pa rritje të kostove për kompanit. Lukarevska i bën thirrje shumicës parlamentare dhe qeverisë që ta mbështesin këtë ligj. Paga duhet të rriten, është koha për masa të vërteta dhe jo për premtime të zbrasta, shtoi Lukarevska.